Ja bijuteri të kurorës franceze që u grabitën në muzeun e Louvrit. Një grabitje e guximshme tronditi Parisin këtë të diel ku një grup hajdutësh arriti të marrë 8 bijuteri me vlerë të pallogaritshme nga Muzeu i Louvrit. Ngjarja ndodhi në Galerinë Apollo ku ruhen stolit historike të kurorës franceze. Hajdutët tentuan të vidhin edhe kurorën madhështore të perandoreshës Eugenie, gruas të Napoleonit të tretë, e cila përmban mbi 1300 diamante, 56 smeralde dhe më shumë se 1100 diamante me prerje roz. Megjithatë, rojat ndërhyn në kohë dhe ata u detyruan ta lënë pas. Bijut e vjedhura përfshin diademën e perandoreshës Eugenie me 212 perla dhe rreth 3000 diamante, një hark dekorativ, pjesë e një ripi mbretëror i mbushur me mbi 2400 diamante, brush diamanti relike vit 1855, pas një relike fetare, thjesht stoli, set bijuterish me safir, përfshir diademën me 24 safir, celioni dhe 1083 diamante, diamantin me 8 safir të rrethuar nga diamant dhe një palvath, vetëm një vath u vodh. Gjerdan smeraldi dhe diamanti, dhurat martese Napoleonit për gruan e tij të dytë, Marie-Louise, në 32 smeralde dhe 1138 diamante, një palvath smeraldi dhe diamanti pjesë të njëjtit set.